Shqipëria është gati për sfidën e madhe të grupit K të kualifikueseve për kampionin botror të futbollit. Rivali i tyre është Serbia. Ballafaqimi luhet të shtunën e 7 qershorit në stadiumin Air Albania në Tiranë. Mediumi serb Informer e shqetëson një fakt dhe dhomotit kundër një vendimi të FIFA-s. Serbia do të përballet me një ferr në Tiranë. Kthes tronditse, ja çfarë u lejoi FIFA shqiptarëve 7 ditë para ndeshjes, është titulli i mediumit serb. Shtëpia e futbollit në botë i lejoi vendit pritës të ketë stadiumin e mbushur plot, edhe pse vendimi fillimisht ishte ndryshe. Shqiptarët u detyruan që të mbyllin 20% të kapacitetit të stadiumit kombëtar në Tiranë, por kjo nuk është më kështu. Lobimi vazhdueshëm në FIFA ka dhënë fryte dhe sipas mediave shqiptare, është ndryta e gjelbër që të hapet i gjithë stadiumi. Para vendimit të fundit, sektori i pasportës, kur zakonisht akomodohen tifozët më radikal të Shqipërisë, ishte i mbyllur. Megjithatë, ekziston tashmë frika se mund të ketë abuzime dhe se tifozët nga Kosova do të jenë në atë pjesë të tribunave. Tani është e qartë se Serbin e pret një ferr i vërtet në Tiranë dhe është e sigurt se fokusi nuk do të jetë vetëm te futbolli, por edhe te gjërat e tjera. Rreth 200.000 shqiptar kanë aplikuar për bileta dhe vetëm 22.000 prej tyre do të jenë në stadium, shkruan ndër të tjerash mediumi serb. Pas gjobës dhe masave disiplinore që FIFA i vendosi Federatës Shqiptare të Futbollit për sjelljen diskriminuese të disa tifozëve shqiptar në ndeshjen kualifikuese për botrorin 2026 ndaj Andorrës në arenën kombëtare, FSHF-ja ka zhvilluar negociata intensive me qeverinë e futbollit për mënyrën e zbatimit të vendimit dhe lehtësimin e masave në stadium. Ekskluzivisht, burimet të Panorama Sport konfirmojnë se FIFA i ka dhënë dritën jeshile FSHF-s për të vendosur përsëri tifozë në tribunat pasporte për ndeshjen e madhe Shqipëri-Serbi më 7 qershor. Kjo pas përgatitjes së një plani të përmirësuar kundër diskriminimit dhe angazhimit të FSHF-s për të parandaluar çdo sjellje të papranueshme. Sipas marrëveshjes, tribunat që ishin parashikuar për mbyllje 20% do të mbushen me një përzgjedhje të grupeve të komunitetit dhe organizatorëve kundër diskriminimit, si dhe tifozëve tradicional shqiptar, duke siguruar një ambient ku mbështetja përkombëtare shoqërohet me mesazhe të forta kundër diskriminimit. FSHF-ja u ka bërë apel tifozëve që të tregojnë përgjegjësi dhe respekt në sjelljen e tyre gjatë ndeshjes ndaj Serbisë, për të shmangur ndëshkime të mëtejshme dhe për të ndihmuar në krijimin e një atmosfere pozitive dhe të sigurt në stadium. Ndeshja Shqipëri-Serbi më 7 qershor pritet të jetë një test i rëndësishëm jo vetëm për futbollistët, por edhe për tifozët dhe federatët, në drejtim të promovimit të sportivitetit dhe bashkëtesës përballë sfidave sociale. Me marrjen e këtij vendimi, mbrëmjen e së shtunës tjetër do të kemi një stadium të mbushur plot.